Të nderuar shikues të Tovasot, siç i keni informata tani që në orët e para të mëngjesit sot ka filluar kërkimi për gjetur veturën dhe trupat e 3 personave të cilët ranë në lumin Lepens. Dhe tani fatmirësisht janë gjetur trupat dhe vetura, ndërkaq ky kërkim shpëtim është në koordinim dhe është diçka për të përshëndetur për shkak se ka pasur koordinim jo vetëm nga ekipet e kërkim shpëtimit nga Maqedonia e Veriut, por edhe nga ekipet e shpëtimit nga Kosova. Këtu pranë meje është shoqata e Kosovës për kërkim shpëtim, të cilët me disa personel kanë kërkuar sot gjatë tërë ditës. Për më shumë do të na flet edhe përfaqësuesi. Pikës parit na prezantoni. Shëndetje, unë quhem Florem Neziraj, nga shoqata për kërkim shpëtim e Kosovës. Na tregoni si kanë vjuar kërkimet, kur të mbritur dhe me sa ekip. Me të marrë informacionin, ne ju kemi bashkangjit forcës mbrojtëse të Kosovës, policisë dhe ushtrisë maqedonase këto, ekipet vullnetare, dhe ne jemi ardhur këto qysh në ditën e djeshme dhe sot në mëngjes. Prandaj pas një pune të përbashkët me forcën mbrojtëse të Kosovës dhe ekipet profesionale, prandaj kemi arritur deri te gjetja e veturës në lom. Prandaj kanë qenë në momente të vështira, ku ditën e djeshme kanë qenë edhe më të vështira për shkak se lumi ka qenë në nivel bukur të lartë, dhe kështu që sot lumi me të ranë në nivelin e tij dhe kemi hasur edhe veturën, cilën tani më u gjetën edhe 3 trupat e pajet, ku shfrytëzoj rastin në emër shoqatës dhe në emër gjithë ekipeve vullnetare dhe gjithë atyre që ishim me ne, t'i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes. Lutim Zotin që inshallah ai të ketë një jetë të gjatë dhe të jetë një trashëgimtar i mirë, djali i cili është shpëtuar i gjallë. Kështu që ne bashkërisht kemi bërë një punë shumë të mirë, alhamdulillah, dhe kemi arritur deri te gjetja dhe nxjerrja e tyre nga lumi. Mund të na tregoni pak më qartësisht si është gjetë vetura, kush e ka gjetë dhe në mënyrën se sa ka qenë e vështirë për ta nxjerrë ato për shkak se ka pasur edhe trupa. Natyrisht që ka qenë bukur e vështirë për shkak se vetura ka qenë nën lom dhe Forca Mbrojtëse e Kosovës bashkërisht me shoqatën tonë dhe ekipet vullnetare edhe bashkëpunim me ushtrinë maqedonase, prandaj me një punë shumë profesionale është arritur që tërheqet në mënyrë shumë profesionale vetura dhe të dale në sipërfaqe të ujit, ku me të arritur të vetura kemi parë që që të 3 trupat e pajet janë në veturë, kështu që ajo çka më i them me që dëshiroj t'i falenderoj gjithë ata që morën pjesë këto, sepse bën një punë shumë vullnetare dhe shumë të palodhshme. Nuk lam pa rrekullisë gur e dru për t'i gjetur, kështu që kjo punë vullnetare na jep kurajë që ne qëndrojmë edhe më tutje si shqiptar krenar, sepse vërtet e duam njëri tjetrin dhe jemi solidar dhe solidarizohemi çfarë do rastin, çfarë do situatë, çfarë do rrethone, edhe në këtë rastin gjithë të tjera, në raste të tjera, edhe në këtë rast, domethënë ka qenë një angazhim edhe një mobilizim i jashtëzakonshëm. Kështu që unë i falenderoj gjithë anëtarët e shoqatës tonë, të cilët ju kanë përgjigjur kësaj ftese, si në gjë kërkim tjetër edhe në këtë kërkim, dhe elhamdulillah kemi bënë një punë të shkëlqyeshme. Kështu që ne do të vazhdojmë inshallah. Me shpresë që kështu rastet mos ndodhin dhe ju të keni sa më pak punë, por me një guxim të fortë shpresoj që do të jeni çdo herë krah shqiptarëve dhe jashtë kufinit. Padyshim lutim Zotin që ky rast jetë i fundit inshallah. Ky rast jetë i fundit, por mbi gjithat ne do të jemi inshallah çdo herë pranë qytetarëve tanë, sepse qytetarët tanë meritojnë më shumë se sa që kemi bërë dhe po bëjmë. Kështu që lutim Zotin që inshallah të jetë një ditë më e mirë dhe më e gëzueshme për ne. Pas kësaj tragjedie Allah na zëvendësoft me më të mirën inshallah, por mbi të gjithat kjo është një mesazh i qartë se ne jemi për njëri tjetrin dhe çka ne bëjmë të pamundshmën që t'i dalim Zot njëri tjetrit dhe t'ja zgatim dorën dhe të solidarizohemi me njëri tjetrin. Faleminderit edhe për gjithë ju mediave që keni qenë vazhdimisht që nga dita e pramshme, keni qenë këto prezant me ne dhe ju falenderoj shumë.
dhe keni dhënë informacione të sakta dhe keni qenë bashkëpunim me ne, kështu që edhe më tutje do të jemi me ju inshallah. Faleminderit shumë. Allah ju shpërblet për çdo punë që bani. Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim. Të nderuar shikues, siç mundet të dëgjoni edhe nga një pjesëtar i ekipit të kërkim shpëtimit, të cilët që nga dita e djeshme kanë vjuar kërkimet këtu në lumin Lepens. Ai tha fjalë shumë të mira për bashkëpunimin korrekt të ekipeve të shpëtimit të Kosovës dhe Republikës Maqedonisë së Veriut. Ajo që mund të konfirmoj deri më tani është se është konfirmuar edhe trupi i tretë i cili është gjendur në vetur. Deri më këto momente nuk mund të flasim qartë se a janë antarë të familjes Pasolli ose jo, pasi që nuk kemi një konfirmim zyrtar për emra dhe mbiemrat e tyre, por sipas asaj që e dim deri më tani në të njëjtën vetur kanë qenë 3 antarë të familjes Pasolli. Fatmirësi në këtë fatkeqësi është 21 vjeçari i cili ka arritur shpëtoi dhe të hidhet nga vetura, që shpresojmë që gjendja e tij shëndetësore të jetë më mirë, ndërkaq në këto momente po shohim se si të gjithë ekipet e kërkim shpëtimit po largohen nga vendi i ngjarjes.